Arian, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje, shpresoj që kësaj here është në rregull. Po, tash është në rregull. Ke tash 4 vite që ke shkuar në Zvicër, duke ditë që në Kosovë ke qenë përlitare me potencialin më të lartë për të arritur dhe për të qenë një përlitare më të mirë në basketbollin kosovar, por që e ndërpreve pjesën e aktivitetit si basketbollist. Çka ndodhi realisht me Arianin? Zakonisht kjo ka ndodhur krejt papritmas, për shkak që në këtu komor dhe normal jo martu. Mirë po, ndërprerja karierës për mu u kom paksa e rond, sepse në atë sensin që në ashtë e kom ndërprej në atë momentet ose në atë pikën ku ndoshta të lojtarëve si lojtari janis mu pjeke, se lojtari janis me kuptu edhe komplet qenurit sportist edhe rëndësinë e saj. Edhe krejt që ka vjen me qenurit sportist. Kështu që ajo kom pak ma e vështirë për mu për ma adaptu, edhe për me kuptu, po ma sa ndej tani e gjithë shka u lecu. A i keron pishman që e gilon? Pishman, pyetje mirë. Mendoj që po të kisha vazhdu hala, kisha pas shumë potencial, kisha pas shumë për me dhonë, mirë po tash në situatën e në momentin që ndodhem besoj që sepse po vazhdojla me basketball është në tjetër dimenzion e trenerit, besoj që pishman nuk jam sepse apet po kontriboj për atë që me tonë kum bom shumë kohë, shumë momente tjetës deri tash, kështu që nuk ka hapësira, nuk ka vend për që me tonë është për mira pishman apo për zhgënjim. Arian, përmende paka shumë atë që kemi pasur dhe për ta diskutuar, ke nis zëjen e trajnerit të basketbollit, pra jetë e grupmoshat e reja. Në trego paka shumë në cilin e kep dhe si po shkon puna atë. Ekipi quhet Basketball in Quartier, që në gjuhë shqipe që do të thotë që jeni basketbolli në komunitet ose basketbolli në lagje, ku filozofia e këtij klubi është që kena shumë palestra në rrethinën e Cyriut, sidomos në qendrën e Cyriut, edhe çdo kush fëmijën e tij mund të çmeton ta bjerë ndonim tjetë 5 mars, në palestra ndryshme, sepse ka shumë pika në për shkolla, në për palestra që kena. Këtë që kjo ka mundësu që se cili që me thonë ajtë prende më konë me relaksum, sepse i ka në ashtë 5-10 minuta palestra. Edhe trenerat punojnë gjdo palestra në ashtë në njëtën kohë. Si ka fillu, atëherë në momenti kur ku marrë, themeluesi i këtij klubit, prej propozimit një familjare që unë kam, më ka kontaktu, jena taku, edhe prej atëherit tash mo veç jena hala ma shumë të bashkëpunu, hala ma shumë të lidh, të nda informacione mes vete që me kontribu sa ma mirë në klub edhe zhvillimin në përsos hala. Arian, kur ke qenë në Kosovë e ke ditë paka shumë që shkon pjesa e grupmushave të reja, se si punohet këto, se si jepet hapësirë apo nuk jepet hapësirë, tash dim që shumë vite, po vazhdon thuj se e njëjta, mundemi më thënë lirisht avaz, i njëjti avaz në vendin tonë, pra me këtë pjesën e basketbollistëve vendor, por atje si punohet me të rinj. Çka duhet me pas fokus kryesor tek basketbollistët e rinj? Apo cili është ai suksesi që ju duhet me pas si objektiv brenda klubit për basketbollistët e rinj? Po, të na poza është që respekti dhe barazia.
pavarësisht talentit, pavarësisht nacionalitetit, çka do qoftë ajo, barazia dhe respekti është baza që ndin, aty fillojnë. Mas andej është të gjenerata që është, le të themi, është prej U8, U10, U12, besa dhe U14, ndoshta ma shumë fokusohemi që ma shumë të kenë etik, në sensin e respektin, në sensin e bashkëpunimit mes vetes, si lojtar, ndihmës, rreth vetes, thjesht ma shumë çështjet etike që me thonë... Me u socializu edhe me të tjerët, paka shumë. Sakt, do me thonë, këto ma shumë zakonisht i shtyna si çështje, sepse rezultati në sensin e basketbollit, kështu të numrave, fituesi apo humbësi, nuk është që është shumë prioritet. Ndryshe që është vendit tonë që gjithçysh do të me kanë prioritet. Fatkeqësisht atje po, mirë po, këto unë e vrej që e ndërtojnë atë bazën që mas pari ta kuptojnë etikën njerëzore, ta përkthejmë ato në etikë sportive, mandej që kur i kena grup moshat ose e kuptojmë që tash është niveli garuz, atëherë janë nismë, do me thonë, punojna pak ma ndryshe, pak ma specifikisht, që thjesht më adaptu garës ose kompeticionit. Ariane përmendë paka shumë që është etika dhe barazia, ajo që është fokusi dhe qëllimi kryesor në basketbollin të grupmoshet e reja në Zvicër. Ajo çka po duhet pyet, sepse e dim që në Kosovë ka shumë basketbollistë që janë talent, por që nganjëherë i mungojnë pjesa e mjeteve financiare, e nganjëherë është edhe ajo që ndoshta karakteri i tij nuk ja lejon të jetë një basketbollist i disiplinuar e të bëjë sherrë jashtë asaj. Çka kanë të ndaluar fëmijët që luajnë basketboll në Zvicër? Përkatësisht shembull te klubi juaj. Cilat janë ato kushtet që duhet me qenë pjesë e skuadrës apo ndryshe shkollës e basketbollit ku gjendesh ti? Në këtë pjesë, po flas specifikisht për klubin ton, po besoj që ndoshta ky thjesht është thjesht një mendim i imi që maca kom arrit të kuptoj. Këto zakonisht na kena shumë pak të bëjnë, ose me tonë shumë ma mirë, shumë raste nashta të ralla që ndodh ndonjë moment që do me ndësha me reagu për ndonjë veprim negativ. Për çka pe thonë këto? Për arsye që momentin kur kena të bëjmë me 8 vjeçar, 10 vjeçar, që për shembull janë moshat fillestare në basketball, e kanë një edukim shumë të lartë. Apo kupton? Edhe momenti kur u 12, u 14, pavarësisht për shumë sene ndoshta që tek ne do t'i pak ma shumë mu fokusu, që mi disiplinu, këto nuk e ki atë problem. Për atë arsye që besoj që shumë edukata, qoftë prej shkollës, qoftë prej familjes, edhe disiplina është nivelin e duhur. Sepse besoj që në jetën e përditshme gjithë këta lojtarë që i kena jetojnë disiplinën dhe edukatën. Thjesht kur takohemi në ambientet sportive, basketbollistike, atëherë ndoshta aty këto ndonjë moment, por nuk është diçka që unë kisha cek që do të me bëjë diçka shumë ekstra. A ka ndonjë pikë për shembull që e merrni si vendim në rast se bën diçka ndonjë prej nxënësve? Ndonjë veprim negativ? Po, patjetër. Për në raste të bullizimit, në raste të mos socializimit, në raste mos bashkëpunimit, gjithmonë po flas me nuanca pak më ekstreme, nëse i hasmi këto si që tregova, këto janë të pa diskutueshme, sepse qenurit në aftësi më i mirë apo më i mirë apo më i dobë se dikush është çështje tjetër, mirë po ku të fillojmë aty në fush, këto e duhet jenë çelësi, duhet jetë baza. Arian, po du me kalu diçka tjetër. Atë mungon basketbolli në Kosovë. Dhe sa je lidhun tash për tash me basketbollin në Kosovë, sa arrin me ndjek ata? Po patjetër, unë
prej 2013 fillimisht me ato grup moshat e reja ku na konë në përdo reprezentacione, pse nuk na konë të pranum me selektor Albert Sulejmanin që uroj ta përshëndes. Edhe unë tani me U20, tani me ekip parë, kështu që i përshëndes gjithë edhe një herë. Normal që unë jam shumë i lidhur, çdo hapësirë që unë mund me gjetë, nëse nuk mundem nashta ti përcjell ndeshjet live, patjetër që highlights-at gjithmonë i përcjelli. Mundon atë paktën, më konë shumë i kyçur dhe me kuptu apo ka ndonjë ndryshim në atë gjykimin ose në atë analizën bosh televizionit, sepse unë jam ndoshta rrallë ose pak herë në Kosovë, si që deni jo, ndoshta 4-5 javë në vetë, maksimum. Kështu që për mu basketbolli kosovar vendor është i lehtë bashkë me mu, përkundrazi jam në Zvicër apo në ndonjë vend tjetër. Unë aty kam kalu kohën edhe kohën e rinisë dhe ke qenë prej basketbollistëve me potencial tepër të lartë. Ariana, je ambasador i mirë për qoftë për një marrëveshje për shembull me Federatën e Basketbollit të Kosovës që ti mundsohesh apo ndryshe të mundsosh që të bjerësh lojtar edhe në Kosovë, por edhe të marrësh lojtar nga Kosova për të promovuar apo ndryshe për të qenë për t'ia bërë thuaj se jetë më të mirë edhe në Zvicër. Po patjetër. A ndjen veti si ambasador? Pyetje shumë e mirë, shumë e vend, mirë po unë kisha ndje vetën ashta ma shumë si një person që në qoftë se kisha mund me ndihmu pavarësisht kënd që thjesht ai për hir të potencialit që e ka, ndoshta pjesa e menaxhmentit nuk arrin që me çu përpara t'i ofrohet dikon një menaxhment që arrin ato me zhvillu. Kështu që patjetër unë kurdo edhe që hasi edhe kurdo që ka mundësi shumë e shty këtë temë, për atë arsye e kuptoj çka do të thotë që ta kesh motivin, disiplinën, vullnetin, potencialin dhe gjitha, mirë po disa tjera që nështë janë çështje shtetërore ose komunale ose organizative, menaxhmentet, klubeve ose atë federatës, nështë nuk janë nivelin që dohet, atëherë ndjej shumë keqardhje. A ke kontakte me qoftë nga ana Federatet Basketbollit, qoftë me basketbollistë brenda që luajnë në Kosovë tani për tani? Kontakte me federatës, po kam disa zakonisht, ndoshta ku të kanë ndonjë lojë në Zvicër me reprezentacion ose kështu përshëndetje me shkurt, sepse i kuptoj që janë në fazat e kompeticionit. Sakt. Edhe me lojtarë gjithashtu, unë me shumicën e lojtarëve që vendorëve që janë gjënate jem tash atje, disa që kanë bet, patjetër na kena kalu me kënd i ruat kontaktet më të shumti nga basketbollistët? Vendore ki fjallën prej gjënatës tem, kisha dash Taceki, Ujkan Karanezin, me Musabin, Samir Zekiqin, Burim Zekiqin, këta janë zakonisht basketbollista që na e kena kalu kohën, që më starojnë dashta në një tjetër, përkundër basketbollistat që janë pak gjërat ma vjetër, kisha me thonë, kuptohet që u kontrare treshi që do të thotë Alten Sahitin, Albafet Berishën, Arti Ajdarin, edhe aty kena kalu një kohë shumë mirë, edhe ma ata i rujna kontaktin. Lojtar tjetër që janë Mikael Tmushtić, Drejlan Ajrizi, e të tjerë. Edhe një pyetje të fundit, me 3-3 sa kujton kohën, keni qenë njëne për ekipeve që keni arritur, thuaj se ende nuk po thyet ai atë që e keni bërë me kombëtarën e Kosovës 3-3. Nuk po mund të arrijet ajo që keni bërë, duke arritur fitore të shumta, madje duke kaluar grupe apo ndryshe dhe faza.
Po shumë e vërtet sparit, ta falenderoj federatën për mundësinë e vën, edhe zbiti Agon Fëmijën. Për sa i përket asaj koha është shumë e vërtet, sepse na atë kohë nëse zgaboj, kompeticioni u konë shumë e fortë edhe e kena pas nga Slovenia, që u konë në atë kohë ekipi i dytë më i mirë në botë. Po besoj që gjenerata që jena konë, nashta pa dosh mës mi respektu se me t'inglu këto gjenerata që jenë në ardhje, besoj që na basketballin e kena po shumë andryshe, që do të thotë jena konë shumë pregaditur, jena konë shumë të motivum, për kundrazin ashta kompeticioni që s'kena pas absolut asni informacion në sensin qysh ka mu dok, mrena në fush, sepse kur kena hi e kena përjetu qysh është 3x3 ta mon si kompeticion. Po flasë nështë për personalisht, sepse kur kalon prej 3x5, në 3x3 është komplet diçka tjetër. Edhe enez mas lojës par, kena nis me kuptu qka dhe qdo të thota e lojë. Mirë po, unë besoj, shpresoj që gjerata që vinë komponohen më mirë edhe ndoshta ta prezantojnë më mirë, po që mos më vinë hakas atyne duhet punohet me ta shumë më shumë për me arrit ata në atë pikë. Kështu që edhe një përshëndetje për Albatritin, Altinin, Artin, se me të vërtetë u konë periudhë dhe ko shumë nostalgjike dhe shumë e mirë. Arjan, shumë faleminderit që gjetën kohën të ish pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Shumë faleminderit juve për mundësinë, ju dëshiroj suksese dhe shumë fat në vazhdimsi. Uroj të kesh më të mirat gjatë gjithë karrierës tënde. Faleminderit, gjithashtu edhe juve.